Përshëndetje të gjithëve. Atëherë jemi me video analizë teknike numër 61. Analizat teknike nuk kishin kohë që nuk postoheshin në kanalin e YouTube-it, po e shoh që askush nuk po ndihmon komunitetin shqiptar, si të themi, me informacione free ose me diçka falas, dhe vendosa që të tentoj t'i kthej njëra analiza teknike kur kam kohë, pse jo çdo fundjavë ose çdo 2 javë. Normal në kushtet të një shëndeti të plotë, nëse çdo gjë është okay. Para se të filloj me analizën teknike, dua t'ju bëj me dije që unë kam bërë kursin së fundmi strategjia e sezoneve, e cila është një strategji që i përngjan strategjisë së sezonit aziatik, dhe është një strategji shumë e suksesshme për sa i përket day trading dhe tregtimit të sidomos të pound dollarit në sezonin londines, po ashtu dhe në sezonin e New Yorkut. Kështu që nëse dëshironi ta merrni këtë strategji, unë do e lej linkun në description. Po ashtu nëse doni të bashkëngjiteni me komunitetin e SFPZ-s, po ashtu do e lej linkun poshtë në description. Abonimi është vetëm €6 në muaj. Ku keni të përfshira live trading që bëjmë zakonisht, analiza nga antarë të tjerë të grupit dhe një komunitet ndihmues i cili mund t'ju ndihmoj kurdo herë që kërkoni ndihmë. Tani shkojmë dhe fillojmë me analizën teknike numër 61. Analiza teknike numër 61 do bazohet në 3 çifte këtë javë. Është çifti euro poundit, është çifti AUD USD-s, është çifti i euro CFS. Dhe për sa i përket çiftit të euro poundit, unë nuk dua t'i komplikoj gjërat, është e mira që t'i shohim gjërat sa më thjesht jetë e mundur. Dhe për sa i përket euro poundit në daily time frame, ajo çka duhet të dimë ne është që kemi një zonë demand e cila është shumë poshtë çmimit aktual ku ndodhemi, po kjo është zona më e rëndësishme që kemi më afër ne në daily time frame, domethënë. Dhe nëse shohim majtas, diku në këtë zonë do shohim dhe zonën supply këtu, e cila është po ashtu e rëndësishme për këtë çift. Kështu që nëse e marrim, është kjo zona këtu, pothuajse e ka prekur këtë zonën këtu, dhe këto janë 2 zonat kryesore më afër që kemi për sa i përket euro poundit. Kemi edhe këtë zonën e cila është këtu, pra kjo zona këtu, dhe këtu do fokusohemi më së shumti gjatë javës që vjen. Pra, nëse e zgjasim, atëherë do shohim diçka që është diçka e bukur, që është në time frame të ulët 4 orash dhe 1 orash. Nëse e shohim, është zonë e rëndësishme sepse ka bërë një push për short, po ashtu ka bërë push të fortë këtu, po ashtu ka bërë edhe këtu push të fortë, dhe në këtë rastin këtu nuk arriti dot që ta mbajë si zonë, shkaku që edhe politikat e Trumpit ishin shumë agresive, dhe qasja e blersave këtu ishte shumë agresive. Kështu që nuk e mbajti, e refuzoi një herë në daily time frame, po shkoi përsëri për lart për të testuar zonën më lart që e caktova. Tani pa humbur kohë, shkojmë në 4 orash, dhe në 4 orash mund ta shohim qartë që kjo zona e fundit që unë markova e ka refuzuar një herë këtu, siç thash, dhe së dyti e ka refuzuar përsëri dhe këtu.
Çka tregon që kjo zonë, do me thënë, skenari i parë që të vinë në mendje është që mundet të kemi një rënje e cila do vazhdoj drejt zonës më të rëndësishme diment e cila mundet ta kthej çmimin më pas në bullish. Ky është skenari i parë, do me thënë, po e vendos skenarin e parë, skenari 1. Dhe normal që do eci me skenare, jo me parashikime të sigurta, se unë nuk jam as zot, as perëndi, as Nostradamus që të di se çfarë do ndodhi. Kështu që skenari i parë është ky, për çka do ishte një skenar akoma më i bukur që edhe ne do na vlente, do me thënë, për të ndodhur, dhe ajo çka mund të ishte më e bukur akoma është që në qoftë se marrim dhe këtë mini zonën këtu në 4 orash që është një vetëm një moment që i pak. Okay. Pra, në qoftë se marrim këtë mini zonën këtu, të kemi një push bullish, drejt këtij çmimi. E mira të ishte, do me thënë, të ishte edhe push që të bënte një manipulim, pra të kapte stop losset e vendosura sipër kësaj zone, t'i kapte stop losset, po ashtu shkonte dhe në mes të zonës të rëndësishme në daily time frame, që unë e kam, që është kjo këtu, dhe më pas një pozicion short do ishte shumë i vlefshëm këtu, me një konfirmim normal në 4 orash, 1 orash, dhe do kishim së paku një rënje deri këtu. Pse? Sepse kjo është një zonë tjetër e rëndësishme që unë do e shpjegoj që është në 1 orash, po nga këtu deri te kjo zona ka shumë pipsa. Ka pothuajse 90 pipsa, kështu që është okay për të nxjerrë profite. Mund të vendosim një tregti në raportin 1-3 nëse vinë diku këtu. Pra, çfarë do kisha unë në mendje do ishte kjo. Stop loss i bie sipër zonës. Dhe tek profiti i bie këtu tek zona e rëndësishme, raporti 1-3, super tregti për ta mbyllur edhe javën, pse jo. Dhe ky është skenari i dytë. Që mund të ndodhi. Më pas në qoftë se e thyen edhe shkon më poshtë, është akoma më mirë, po unë po marr parasysh, po bëhemi pak realist për lëvizje të tilla. Dhe skenari i tretë që edhe kjo mund të ndodhi, ka një probabilitet, është që nga këtu të kemi një push drejt kësaj zone, që është një zonë e rëndësishme diment. Pse? Sepse këtu ka pasur një push bullish, ka ndikim të blersave. Këtu ka pasur akoma më shumë një lëvizje bullish dhe këtu pak më pak. Po çfarë mund të bëj çmimi është që mund të vi këtu, ta testoj dhe një herë zonën dhe të shkoj përsëri të ndjek trendin që e ka nisur. Pra, sepse overall trendi është bullish dhe dy skenaret e para që shpjegova janë pak kundër trendit. Dhe në qoftë se refuzon këtë zonën, normal me konfirmimet e duhura, të kemi pushe përsipër, së paku këtu për shembull ta kemi një push, ose në qoftë se shkon akoma më lart prej këtë zonë këtu. Pra, long term, short term, këto janë tre skenaret të cilat mundet të ndodhin tek euro poundi gjatë ditës në vazhdim ose gjatë javës në vazhdim. Tani,
Në qoftë se asnjë nga skenaret nuk do jetë prishur ose nuk do ketë ndodhur gjatë deri në fundjavën tjetër, atëherë unë s'kam pse ta updatoj Europoundin, sepse skenaret këto janë, nuk mundet të shpikim skenaret të tjera. Po, kjo është më e rëndësishmja, domethënë. Këtë duhet ta keni të qartë. Tani, AudioSD-ja për mendimin tim është pak a shumë e lehtë për tu kuptuar, vetëm një moment sepse kam vënë disa sinjale këtu, sepse unë kam një tregti aktive tek. Okej, po e le alertet. Okej, shkojmë në daily time frame dhe çfarë shohim në daily time frame shkurt e shqip është që kemi një zonë të rëndësishme e cila është një zonë supply në daily time frame, falni, po. Është kjo zona këtu. Dhe në qoftë se e shohim, kemi pasur një push shumë i rëndësishëm, kemi pasur një tjetër push pak më i vogël, pak më i madh dhe më pas një shkrirje komplet, po që ka ndodhur në ndikimin e lajmeve dhe unë zakonisht për këto them që këto janë imbalanca ose qirinj që mbushen më pas nga vetë çifti. Dhe në qoftë se shikoni këtu, e kam mbushur të gjithë lëvizjen me këtë lëvizje këtu dhe ka shkuar përsëri në daily supply zone. Kështu që çfarë mundet të ndodhi tani? Pjesa që kemi pasur dhe këtë qiriun tjetër bearish këtu ka të bëjë shumë sepse tregon që shitsat janë në market. Shitsat janë në market, shkojmë bearish. Shitsat janë në market në këtë zonë, shkojmë bearish. Dhe shitsat përsëri janë në market. Tjetra, nëse lexojmë price action, e shohim qartë që 1, 2, 3, 4 qirinj janë qirinj të cilët janë dobësuar, nuk kanë forcën për të qenë qirinj të fort bullish, për të treguar që do kemi vazhdimsi të lëvizjes bullish. Dhe nëse shikoni ecuria e qirinjve sa vjen dhe zvoglohet. Dhe prandaj them, është e rëndësishme të dini, të kuptoni price action. Është shumë e rëndësishme përveç analizës teknike, supply, demand, Fibonacci, çfarë analizoni ju. Price action është, kuptimi i price action është shumë i rëndësishëm. Dhe tani nëse shkojmë në 4 orarësh, ajo çka e konfirmon më së shumti pjesën e dobësimit të blersave dhe si themi pranisë së shitsave ose më saktë që po vinë shitsat, po futen në market, është ky formacion që dhe në një orarësh, nëse hapim, dhe në një orarësh, po edhe në 4 orarësh, duket qartë që është një lëvizje korrigjuese rritëse. Pra, është një lëvizje që unë në kurse ose në videot e mëpërpashme të analizave kam shpjeguar, kjo është një lëvizje e cila më së shumti tregon dobësim dhe tregon që mund të kemi një lëvizje të kundërt me impulsin që ka ndodhur më përpara. Dhe të gjitha këto indikator bëjnë që ne të mendojmë që AudioSD javës që vjen do jetë short. Pra, probabiliteti më i lartë, sepse çfarë nuk ndodh, asgjë nuk është e sigurt përpos vdekjes, kështu që kjo është e gjitha. Dhe përsa e përket një entrin merreni vetë, bëheni vetë si të doni. Unë e kam bërë një entry, të them të drejtën, këtu tek AudioSD dhe e kam aktive. Shikoni nëse refuzohet tani kjo zona të bën një entry, do ishte shumë okay.
Dhe për sa i përket EuroCF dhe kjo është shumë e bukur për momentin në daily time frame, nëse shohim kemi refuzuar një zonë të rëndësishme e cila ka qenë një zonë e cila është refuzuar njerë me tek qiri dhe ka lënë një super bisht 2 herë dhe këtu ka bërë një push. Kështu që është e gjithë kjo zona këtu, në të cilën këtu kemi pasur ato ndikimet të pritshme që ndodhin në një zonë ndiment të rëndësishme. Kështu që një push ka ndodhur këtu, është kthyer përsëri dhe tani po tenton të bëj push përsëri. Po çfarë do ndodhi në pikpamjen short term ose në pikpamjen e një 4 orarshi ose 1 orarshi time frame? Në qoftë se hapim në 4 orarsh, çmimi është shumë i ngadalt dhe thjesht formimi i kësaj strukture vazhdon të jetë bearish, pra lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Këtu nuk ka formuar një lower low, po këtu ka formuar një lower high. Kështu që e pa qartë struktura për momentin. Po ajo që unë kam si skenar më shumë që më thot edhe intuita, si të themi, ose syri, është që të kemi një lëvizje deri këtu. Së paku bearish, do me thënë, se çfarë ndodh më pas, me shumë mundësi është që të ndikohet përsëri EuroCF nga gjitha ajo zonë e rëndësishme në daily time frame dhe të bëj një push akoma më të fort bullish, si të themi. Po, për momentin unë këtë po e mendoj, këtë po e imagjinoj, shkaku që edhe kjo lëvizje këtu është tepër e dobët për të qenë një lëvizje që i paraprin një lëvizje të fort bullish. Kështu që nuk më duket ashtu. Është tepër lëvizje e dobët. Kështu që entry mund të jetë që këtu me stop plus si për kësaj zone dhe të shkoj poshtë, po idealja do ishte që në një orash të vinte diku në këtë zonën këtu, ta testonte, si që ka testuar, pra ta testonte dhe më pas të shkonte bearish këtu. Ky është skenari im short term për EuroCF. Kështu që këto ishin komplet këto 3 pejre. Skenaret ishin të shumta, sidomos për Europoundin. Duhet të keni parasysh dhe kujdes që jemi në një situatë të rëndësishme dhe situatë e cila përbëhet nga një luftë tarifash. Njerë vendosi tarife Europës, çdo shteti caktoi nga një përqindje tarife, më pas ja heq për 90 ditë. Njeri vendos Kinës tarif të lartë, merr nga Kina po të njëjtën përgjigje, do të krijosh një pakt me Kinën më pas. Edhe kjo loja e Trumpit është shumë e keqe për tregun dhe normal që mund të jetë çdo analizë që unë bëj, ti bën, ne bëjmë të gjithë, po ashtu dhe këto skenare që unë shpjegova, po unë këto i shpjegova normal në kushte normale marketi, ku në të cilat marketi bën lëvizjet normale të tij, jo lëvizjet të ndikuara nga politika, sepse normal që marketi nga politika dhe nga institucionet lëviz, po jo nga politika tash, pra siç janë këto të Trumpit. Kështu që shpresoj që t'ju pëlqej si video, si rikthim i analizave teknike. Do e shoh reagimin e njerëzve nëse kjo analizë teknike shihet në YouTube dhe ka domethënë një lloj audience që e shikon, do e përsëri me kismet në javët në vazhdim. Nëse nuk ka interes, normale dhe unë s'kam se bëj 20 minuta video çdo të diel. Kështu që shihemi, ju uroj shëndet dhe një javë sa më të suksesshme. Pafshim.